Kjo faktikisht është shtëpia ime, ku kam lindur dhe ku jam rritur, shtëpia që natyrisht ka shënjuar shumë fort. Kjo është rrugica e shtëpisë time, ku kam kalu fëmijërinë, gjithmonë ndiqja këtë rrugë për me shku të shkolla 9 vjeçare. Këtu kemi pas luajtur dhe futboll faktikisht. Duket vend shumë i ngushtë, po luni me një port. Këtë shtyllën e tensionit këtu e kemi mbajtur gjithmonë si një shtyllë futbolli dhe kjo ishte pjesa tjetër. Ka qenë një kohë fantastike e fëmijërisë time në Fushkruj. Këtu kam mbaruar shkollën 8 vjeçare dhe shkollën e mesme, kurse kur bëheshin sfidat e mëdha kanë qenë pikërisht te ky sheshi këtu. Ky është një nga sheshet më interesante të lagjes tonë, që mblidheshim gjithë lagja. Kur lunim futboll, kjo porta këtu e komshiut ka qenë tabel qitje dhe dilte edhe na lagte me zorr, me ujë, që ne të largoheshim, sepse krijonim shumë zhurma. Kur na binte topi tek shtëpitë e komshiut, qoftu te Sofia, te Marku, Ramet pas prenga aty, apo tek pjesa e gjikëve, na jepnin topin mrapsh, po ka pas dhe nga ata që na qanin me thik top, na u don për me blej top tjetër. Kanë pas kushtu topat, kanë për shtypjen 4.000 lekë nga këto topat e elastiku, që në rast se të binte në njoni me forcë këtu mrapa, të lente i shenjë që stikte për një 7 ditë. Kjo është pak a shumë fëmijëria ime.